Laguna e Nartës është një nga pasuritë natyrore më të mëdha dhe më të rëndësishme të Shqipërisë pranë qytetit të Vlorës. Ky vend me peizazhin e tij magjepës dhe biodiversitetin e pasur ka fituar jo vetëm vëmendjen e turistëve vendas, por edhe të shumë vizitorëve të huaj. Përveç bukurisë natyrore, zona është gjithashtu një qendër e rëndësishme për turizmin, ku operojnë biznese të shumta si bare, restorante e hotele. Një ndër bizneset më të njohura dhe të vjetra në zonë është restoranti Arta Mario, i hapur që në vitin 2001. Arta Mario ka qenë një nga pionerët në ofrimin e shërbimeve gastronomike në këtë rajon, duke ndërruar në një pikë të preferuar për turistët dhe vendasit. Në një intervistë ekskluzive për CNA TV, pronari i restorantit të Mario ndau përvojën e tij dhe filozofinë pas këtij biznesi shumë vjeçar. Ai na tregoi se Arta Mario ka arritur të ruajë identitetin e saj përmes një shërbimi të pasionuar dhe profesional, si dhe përmes një menaxhimi të kujdesshëm të cilësisë së ushqimeve. Biznesi quhet Arta Mario. Po ky emër është vënë në emri i gjyshes time, që më ka rritur, më ka edukuar, më ka ushqyer, edhe unë për respektin e saj vendosa emrin edhe restorantit. Restoranti ndodhet në fshatin e Nartës, që është 3 kilometra larg Vlorës, edhe klientelën e kemi nga Vlora dhe nga rrethet e tjera të Vlorës. Tuka jam lindur, jam rritur, i njoh produktet e zonës, njoh çfarë afron zona jon, edhe këtë gjë që njohim mu afrojmë klientëve tanë me dashamirësi dhe me kënaqësinë tonë. Biznesi jonë është hapur në vitin 2001, është hapur në prill të 2001-shit, edhe vazhdojmë familjarisht unë me nosën time, që kam dhe në kuzhinë brenda, që kam kuzhinjere. Ka qenë dhe mamaja ime ca kohë, ka punuar dhe ajo na ka ndihmuar, ka dhënë dhe ajo kontributin e saj, shtuar totalisht me gjithë shpirt dhe me gjithë forcën tonë dhe kemi përballuar. Klientela jonë vazhdon të jetë klientel e mirë, klientel qytetare, klientel vënjate, tjerake, tiranse, nga gjithë Shqipëria na vinë, edhe na kanë ardhur prindit atere, tani na vinë fëmijët e prindërve të tyre, që kanë ngel të kënaqur në restorantin. Po ka dhe nga ta që edhe nuk kanë ardhur, po janë shumë pak që nuk kanë ardhur. Bashkëpronarja dhe kuzhinierja e restorantit ka theksuar rëndësinë e përdorimit të produkteve të freskëta, të cilat sigurohen nga fermerët e zonës. Që në moshën 23 vjeçë, që punoj në kuzhinë, kam filluar që në emigrim në Greqi, dhe tani e vazhdojmë prej 22 vitesh në restorantin tonë. E vështirë është dhe e lodhshme është, por është dhe kënaqësi kur e bën me pasion. Kështu që unë nuk mund të them që nuk lodhem, por nga që e bëj me pasion nuk më duket lodhje. Kryesisht janë ushqimet tradicionale të Nartës, siç është ngjala në zgar, në hell, tavë ngjale, edhe gjithë prodhimet e detit. Dhe ne kemi të alternuar kuzhinën tradicionale, të alternuar me kuzhinë greke dhe italiane, me pastat, me frutat e detit, që gatuajmë në mënyra të ndryshme, sipas kërkesave të klientelës tonë. Produktet na vijnë nga peshkatarët e zonës, edhe produktet e tjera nga tregu i zonës i Vlorës, dhe ne i gatuajmë në moment. Nga ëmbëlsirat më të kërkuara është një ëmbëlsirë që e kemi të lokalit tonë, që ka dhe emrin e lokalit Fresh Arta, është nga më të kërkuara. Nëse dëshironi që pushimet ose dregat tuaja familjare të jenë relaksuese dhe të mbushura me shije të veçanta, pra natyrës dhe atmosferës së mrekullueshme, restoranti Arta Mario është vendi ideal për të vizituar në Lagunën e Nartës.